A kam haram që e mbaj inatin me kunatin në ka bon pa drejtësi. Si rregull, themi pa drejtësia është prej mëkateve të mëdha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë pa drejtësia do të qëndrohet në disa pa drejtësi, disa lloje, pra e ka bon një, qëndrohet në disa lloje në botën tjetër. Ndërsa në një transmetim apo lexim, pa drejtësia do të jetë errësirë në botën tjetër, Allah na ruaj prej saj. Pastaj njerëzit që mund t'ju bëjnë pa drejtësi mes tyre dhe Allahut azza wa jall nuk ka perde, pra në dua kur ata bëjnë dua Zoti ja pranon pa pas pengesë. Pra si pa drejtësi kunati askush nuk bën me të bëj ty pa drejtësi as mua as atij tjetrit as kërkuj. Pastaj tjetra se çfarë lloj pa drejtësi është, sa është në të vërtetë kjo pa drejtësi, sa qëndron si si e vërtet kjo që thua, këtë nuk e di. Nëse vërtet është pa drejtësi, atëherë mbaj distancë me ta. Por nëse jo, do të kisha pas shef që me fol edhe me atë kunatin tanë, edhe me fol me juve si familje, edhe me këshillu që ndoshta ndonjëherë na mendojmë që është pa drejtësi, por nuk është ashtu. Pra, në situatat të tilla këshilloj që hoxhën këtë rast me ndëgju të dy palët, edhe mos m'ja aprovu në mënyrë të prerë palës parë, se më i me thonë ty mbaj inati, s'ka problem. Në fakt, ti ke keq kuptu situatën e kështu edhe unë hynë gjëna bashkë me ty. Por gjithsesi, pa drejtësi s'ban mi bë kërkuj.